Në kuadër të projektit Ardhmja Jon, Vota Jon, i financuar nga Bashkimi Evropian edhe që zbatohet nga Qendra Kombëtare e Trajnimit dhe Asistencës Teknike në bashkëpunim me Institutin për Studimet Publike e Ligjore dhe shoqatën Sebastia, u zhvillua një tryezë rrumbullakët në Laç me fokus zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Gjatë aktivitetit u prezantuan gjetjet kryesore, nga monitorimi i procesit zgjedhor, si dhe u diskutua mbi të drejtën e votës dhe rëndësinë e saj, si dhe u ndanë rekomandime për përmirësimin e standardeve zgjedhore, transparencës dhe integritetit të votës. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti ishte angazhimi dhe rritja e rolit të shoqërisë civile në proceset zgjedhore. Në kuadrin e ndërhyrjeve të projektit, është edhe mbështetja për 4 organizata të shoqërisë civile nga qytetet ndryshme të vendit, të cilat do të kontribuojnë në rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë civile, aktivistëve të saj dhe qytetarëve në proceset zgjedhore me fokus sidomos zgjedhjet e vitit 2025, zgjedhjet e përgjithshme. Qëllimi kryesor, siç e përmenda, është rritja e rolit të organizatave të shoqërisë civile në proceset zgjedhore. Dhe kjo do të thotë jo vetëm ditën e zgjedhjeve, por edhe para edhe pas zgjedhjeve dhe kontributi jon në reformën zgjedhore që po pason zgjedhjet e përgjithshme. Drejtoria ekzekutive e shoqatës Sebastia, Elsa Sula, u shpreh se gjatë monitorimit të fushatës elektorale dhe procesit zgjedhor në qarkun e Lezhës janë konstatuar një sër problematikash. Të dala nga ky monitorim kanë qenë kryesisht të prekshme për mungesën e aksesit që kanë personat me aftësi të kufizuar për të qenë të lirë për të ushtruar të drejtën e tyre të votës. Gjithashtu problematik tjetër ka qenë funksionimi i pajisjeve pej, mungesa e trajnimeve për komisionerët që duket se ndrohen në momentet e fundit. Ndër të tjera duam të përmendim se duhet të ketë një kontroll të vazhdueshëm dhe një monitorim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sa i takon të gjithë vëzhguesve partijak, sepse është parë që her pas here krijojnë problematika në KZAZ ku numërohen votat. E gjithashtu gjatë fushatës zgjedhore është vënë re se ka një mungesë të programeve të partive politike. Forcimin e demokracisë dhe angazhimin e të rinjve në proceset vendimarrëse duhet ta forcojmë dhe duhet jemi bashkë për të patur një demokraci më të fortë, më të qëndrueshme. Në fokus të këtij takimi ishte edhe një hapësirë dialogu mes institucioneve, shoqërisë civile, mediave dhe komunitetit në funksion të forcimit të demokracisë dhe rritjes së pjesëmarrjes qytetare.